neve bashk kemi bërë pazaret në fillim të kësaj jave dhe ja, na kanë mbetur ca hudhra këtu. Por duke i mbajtur kështu në qese, hudhrat, dhe duke i lënë për kohë të gjatë, ato rrezikojnë që edhe të myken, të prishen. Atëherë ne do të gjejmë zgjidhje praktike për t'i mbajtur sa më gjatë kur ne i blejmë edhe me shumicë. Shifeni pak, nëse hudhrat kanë dhe ato fijet poshtë, që këto s'pas kanë qelluar me fije, dhe duhet i zgjidhni të jenë me këto fijet këtu, patjetër, të cilat nëse do t'i kenë, thjesht do t'i diqni pak, kaq me një flak të shpejt, dhe do t'i lini në një enë të zakonshme të mbuluara me krip. Mirë do ishte krip e zezë. Në këtë mënyrë, edhe qepët gjithashtu, që mund të qëndrojnë bashkë me hudhrat, se janë në një familje, në një shport i kemi vendosur ne, se kështu i ruajmë këto perimet, i vendosim në krip dhe ato do të qëndrojnë më gjatë, nuk do të myken, nuk do të prishen, sepse siç e tham, temperaturat janë rritur dhe rrezikojmë që produktet që blejmë të kontaminohen, të prishen dhe si rrjedhoj të na dëmtojnë shëndetin ton, ose të shpenzojmë kot pastaj, i bëjmë pazaret edhe gjysmat i hedhim, se na ndodh të gjithëve. Mirë është që ti riciklojmë.